Shqetësimi i partive politike se numri i votuesve nga diaspora do të ulet të ndjeshëm, kjo për shkak të kushtit të postës, se zarfi duhet dorëzuar vetëm tek personi emri i të cilit është mbi të, nuk do të merret parasysh nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryekomisioneri Lirian Celibashi tha se asgjë nuk do të ndryshojë, pasi vetëm në këtë formë mund të sigurojnë se vota do të shkojnë në dorën e atij që i përket. Do të duhet që operatori i shërbimit postar, dhe kjo është e panegocueshme, t'ja dorëzoj individit në dorë fletën e votimit, të themi. Dhe asnjëri prej familjarëve apo bashkëjetuesve të tjerë me të. Me pak fjalë, në çdo lloj rrethane, operatori i shërbimit postar do duhet t'ja dorëzoj fletën e votimit individit i cili do duhet t'i prezantoj operatorit të shërbimit postar dokumentin e identifikimit që është vërtet personi i cili ka emrin në zarfin përkatës. Celibashi konfirmoi edhe vlerën e kontraktimit mes KQZ-s dhe operatorit të shërbimit postar DL për votën e diasporës. Tashmë kemi të përcaktuar, të zgjedhur edhe operatorin e shërbimit postar, do të jetë kompania DHL International Albania SHPK. Vlera totale e kontraktimit me këtë operator është 9.2 milion euro, pra nga 12.5 milion euro që ishte fondi vënë në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për kostot e këtij shërbimi. Procesi i printimit të fletëve të votimit për votuesit nga jashtë vendit ka filluar nga kompania slovene, ndërsa pritet që rreth datave 7-8 prill do të mbërrinë në Shqipëri. Më pas do të dorëzohen zarfat drejt diasporës brenda datës 17 prill në afatin maksimal.